çfarë është kjo platformë. Unë i kujtoj se nuk është një gjetje origjinale e Partisë Demokratike as e opozitës. Një platformë e tillë në një fushë tenisi transformoi Francën dhe Europën gjatë revolucionit. Parlamenti kontinental transformoi Shtetet e Bashkuara dhe i bëri ato superfuqinë më të madhe të kohërave. Foltoria me qytetar e çliroi opozitën. Foltoria me qytetar e shpëtoi opozitën. E kthei atë në forcë sovrane të shqiptarëve. E kthei atë në një parti e cila u përball në rrugën e saj me pengesa më të papara, me represionin, me agresionin ndaj saj. Por përsëri, sot ajo mlidhet në foltorën e dytë. Foltoria që nuk ka më synim të shpëtoj opozitën, por ka mision të shpëtoj Shqipërinë nga regjimi i krimit.